i cili ka harkuar brenda zonës, moment i vështirë dhe 1-0. Sapo është mbyllur ndeshja në qytetin e Librazhit mes Sopotit dhe Besidjes, e cila ka përfunduar në rezultatin e barabartë 1-1. Në fakt ka qenë një takim i luftuar dhe mjaft i egër nga të dy skuadrat, me ekipin e Sopotit që ka qenë me një lojtar më pak që nga minuta e 27 e pjesës së parë. Pjesa e parë u mbyll në rezultatin 0-0, ndërkohë në pjesën e dytë e parë që kaloi në avantazh ishte skuadra e Besidjes në minutën e 78 me anë të golit nga sulmuesi Akansase. Ndërkohë Sopoti barazoi pak minuta më vonë pas një gabimi në prapavi nga skuadra lezhjane në minutën e 85 dhe gjithçka u mbyll me këtë rezultat. Pas kësaj ndeshje, Besidja mban sërish vendin e parë në kuotën e 30 pikeve në 12 ndeshje të luajtura deri tani, ndërkohë Sopoti ndodhet në vendin e dytë 3 pikë larg ekipit lezhjan. Kjo ishte e gjitha, duke ju përshëndetur dhe duke ju lënë takim ndeshjen e radhës nga unë Marin Glenxhivani dhe grupi i xhirimit të Star Plus me operator Sidrit Dodën, Gasper Hilen dhe gazetarin tjetër Elvis Hila. Ju përshëndesim.